Bashkë me zotin Leonard Rakipaj, depozituam pranë prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë struktura e posaçme antikorrupsion, 2 kallëzime penale, njëri ka të bëjë me një kallëzim të iniciuar nga dega e Partisë Demokratike Vlorë për shpërdorim detyre të drejtuesve aktual të zyrës vendore të arsimit parauniversitar, të cilët me anë të veprimeve aktive kanë detyruar nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe mësues, gjithashtu dhe prindër të marrin pjesë me detyrim në veprimtaritë politike të organizuara nga Edi Rama me rastin e fushatës elektorale. Kallëzimi tjetër është kryer nga zoti Leonard Rakipaj në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike Dega Selenic, po për veprën e shpërdorimit të detyrës nga ana e drejtuesit të kësaj bashkie, ku prej kohësh në një vend të pamiratuar depozitohen mbetjet urbane dhe kjo ka shkaktuar një krim mjedisor. Të shohim reagimin e institucioneve që monitorojnë krimet zgjedhore në qarkun Vlorë dhe veçanërisht struktura antikorrupsion.